Dhe me Ina Ramën, konkretisht unë kam pasur përplasje me çështjen Durrës Kukës, sepse kam jetuar çështjen Durrës Kukës, po s'keni parasysh është çështja e jetuar nga ana ime. Vlera e dëmit, e parave të shpërdoruara nga buxheti shtetit ka qenë 250 milionerë, e kanë nxjerrë jashtë afatit, me qëllim. Kush e ka nxjerrë jashtë afatit? Ina Rama. Kam qenë prokuror, e kanë nxjerrë jashtë afatit dhe për këtë shkak kam kërku. Çështje tjetër kam pas 21 janarit, sonë prokuror që kam pas hetimin e 21 janarit. Më ka iq nga grupi 21 janarit. Mund personalisht kam marrë dhe shpërblim këtë, se isha i grupit, edhe më shpërblim, milesore, por shoh që t'ja kthej lekët mbrapa kuptimin që më shpërblim dhe t'i kthej se kam marrë i rrok, kupton? Më ka iq nga grupi pa më tregu. Dhe ka shkatruar dosjen e 21 janarit. Dhe kjo është këtu. Pra shkatroj dosjen Durrës Kukës, shkatroj dosjen e 21 janarit, i del tek spionët, thash, po ai filmi i Colit, kam kujtuar filmin e Colit, është filmi i viteve 60, thash,